Sara Gjordeni rrëfem betejën pas lindjes. Rrëfimi që preku të gjithë. Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Sara Gjordeni, është rikthyer në ekran pas një kohe të gjatë shkputjeje, duke folur për një periudhë shumë delikate të jetës së saj, depresionin pas lindjes. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, Sara tregoi se pasardhjes në jetë të vajzës së saj, u përball me ndryshime të forta emocionale dhe fizike që e detyruan të tërhiqej për pak kohë nga jeta publike. Ndjeva nevojën për t'u shkputur. Kisha luhatje emocionale dhe një mërzi që se kuptoja nga më vinte. Më bezdisnin gjërat më shumë se zakonisht. Pastaj, duke lexuar dhe konsultuar me mjeken, kuptova që ishin simptomat e postpartum, u shpreh Sara. Ajo pranoi se simptomat e para I vuri re rreth 8 muaj pas lindjes, dhe se nuk e kishte kuptuar me njëherë çfarë po ndodhte. Shenja e parë ishte që nuk duroja dot shumë zhurmë, kur mbivendoseshin gjërat. Ishte një periudhë e lodhshme, por e nevojshme për të kuptuar veten, shtoi ajo. Në rrëfimin e saj, Sara vlerësoi edhe mbështetjen e madhe që ka marrë nga partneri I saj, këngëtari Bardhi, me të cilin ajo u njoh brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kam një partner shumë suportues. E kam kuptuar që kam bërë zgjedhjen e duhur, sepse më qëndroi pranë në çdo moment. Jam me shumë fat që e kam, tha Sara. Ajo shtoi se vajza e tyre, Nea, ka qenë forca që e ka shtyrë të gjejë dritën edhe në ditët më të vështira. Vetëm ideja që ke një palë sy të vegjël që të shohin, të mbush me shpresë. Dua të jem shembull për të, dhe kjo më ka dhënë shumë forcë. Sara e përmbylli rrëfimin e saj me një mesazh për të gjitha nënat që kalojnë situata të ngjashme, duke theksuar se është e rëndësishme të kërkojnë ndihmë dhe të mos e fshehin dhimbjen.